Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, një ndër tematikat më të rëndësishme të Kur'anit famlar, për të cilën na flet Allahu subhanahu wa taala në plot 27 ajete të ndryshme të tij, është dhe tematika e drejtësisë. Dhe në shumë prej këtyre ajeteve vëmë re që ajo shoqërohet me amanetin dhe drejtësi. Por kur flet konkretisht për drejtësinë, Zoti xhallal xhelalu në një ndër ajetet e tij thotë: Inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Thot Allahu urdhëron me drejtësi. Tashmë çështja ndryshon. Zoti urdhëron për drejtësinë, për zbatimin e saj, për vetëpërmbajtjen e saj. Urdhëron drejtësi. Dhe kur themi gjithmonë që Allahu xhallal xhelalu urdhëron drejtësi, do të thotë që çështja është e padiskutueshme më pas kësaj. Duhet të përmbahemi tek drejtësia. Por çfarë është drejtësia? El adl në kontekstin fetar. Në gjuhën arabe fjala adl rrjedh nga idl, që do të thotë barra e kafshës duhet të jetë në proporcion të barabartë me njëra tjetrën, që në pamjet përgjithshme të ngjan me barazi. Në pamje të përgjithshme të jep përshtypjen e barazisë, ndërsa drejtësia nuk ka lidhje me barazinë të cilën ne mendojmë, por drejtësia është diçka tjetër, është ajo që kërkon Allahu subhanahu wa taala prej robërve të tij. Ndaj drejtësia të nderuarit e mi nis në familjen tënde. Ç'lidhje ka drejtësia me familjen? Tregon sahabiu i nderuar Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu dhe thotë: Imad Bashiri më dhuroi, më dha një dhuratë të çmuar, mirë po nëna ime nuk e pranoi pa shkuar tek pejgamberi alayhis salam. Dhe tha le të jetë dëshmitar pejgamberi i kësaj dhurate, i këtij akti. Dhe kur shkoi tek pejgamberi alayhis salam, thotë dhe ja cilësoi dhuratën që donte t'i bënte të birit ose që i kish bërë të birit. I thotë pejgamberi alayhis salam: A ke fëmijë të tjerë? I thotë patjetër, i dërguari i Allahut që kam. A të gjithëve u ke dhënë? Jo, i dërguari i Allahut, thotë i kam dhënë këtij. I kam dhënë këtij sepse këtë domethënë e kam pak më të veçantë. Pjesa e dashurisë së zemrës është e pakomanduar tek njeriu, janë ndjenjat e brendshme. Ndërsa drejtësinë jemi të urdhëruar fizikisht ta zbatojmë ato. I thot profeti alayhis salam: unë nuk dëshmoj në padrejtësi. Jepu të tjerëve, nuk i tha jepi të gjithëve një lloj. Ti mund të kesh 2 fëmijë, 2 djem apo 2 vajza, çon si ka. Një është në shkollë fillore, një tjetër është në arsimin e lartë. Këta nuk e kanë shpenzimin të njëjtë, që të thuash që do t'u japim të dyve në të njëjtën masë. Gjithse i cili ka një shpenzim të caktuar, ndërsa ajo që kërkohet është që i dhe të parit jepi diçka dhe të dytit. Ndaj dhe profeti alayhis salam pra i tha këtij: a vallë vetëm këtë fëmijë keqe po i jep vetëm këtij? A vallë vetëm respektin e këtij kërkon ti? Ka prind që nuk i don të gjithë fëmijët e tij të jenë të mbarë? Zbesoj. Çdo prind dëshiron që të gjithë fëmijët e tij, nuk i diferencon në faktin që i dëshiron të jenë të gjithë të mbarë, të gjithë të respektueshëm. Ndaj drejtësia në familje në gjithçka. Drejtësia në punën ku ti je. Në ato që njihet ndryshe si pajtimi ose pas përfundimit të luftës së Khayberit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hebrejve të cilët jetonin në zonën e Khayberit ra dakord, pra u pajtua me ta që ata të merren me prodhimin e hurmave aty, ata do të kenë 1% të fitimit dhe pejgamberit alayhis salam i duhet dhënë 1%, ai sa ran dakord.
Dhe për diçka të tillë pejgamberi alayhi salatu wasalam për çdo vit dërgonte nga një shok të tij, domethënë një të ngarkuar. Në rastin konkret kemi të bëjmë me sahabiun e nderuar Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Dhe Abdullah ibn Rawaha shkonte në periudhën para se të fillonin pjekjen hurmat, në mënyrë që mos të kishte mundësi abuzimi. Dhe shkonte Abdullah ibn Rawaha për të bërë një përllogaritje të përgjithshme në bazë të bistakut të hurmit, domethënë që kemi kaq bistak dhe parafërsisht duhet kemi kaq kilogram. Thotë dhe pasi e bëri të gjitha të hetimin apo verifikimin, e morën më njanë hebrejt dhe i thanë se sa t'ja çojsh pejgamberit, pra se sa t'ja çojsh Muhamedit, ma diçka për vete, na shënon kaq sa themi ne dhe t'japim dhe ty diçka. Thotë u vrejt Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu, u vrejt në fytyrë dhe tha: "Pasha Allahun, profeti alayhi salatu wasalam është krijesa më e dashur për mua. Ato e dua më shumë nga çdo vetëm." Thot vallahi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam është njeriu më i dashur për mua. Është më i dashur për mua se sa ç'dua dhe veten time. Dhe vallahi ju urrej më shumë se ç'urrej derrat. Por megjithatë nuk më pengon, thot mua, drejtësia. Nuk më pengon drejtësia, pra sepse kam urrëtie për ju, nuk më pengon drejtësia që të raportoj aq sa është. Domethënë të mos e marr në konsiderat këtë veprim tuaj dhe të shënoj të kundërtën mbi bazën e urrëties. Ndaj nderuari im, Allahu xhalla xhelalu urdhëron drejtësi, zbatimin e saj. Shikoni çfarë vlere i ka dhënë personit i cili do të jetë prej të drejtëve në këtë dynja, për ta shijuar këtë drejtësi në ahiret. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innal muqsitina", ata të drejtët, do të jenë në podiume prej drite në ditën e gjykimit në djathtën e Allahut, dhe që të dyja krahët e Allahut qëndrojnë të djathta. Janë ata të cilët mbajnë drejtësi në pushtetin e tyre, pra aty ku kanë pushtet, në familjen e tyre dhe për përgjegjësinë që kanë mbarë mbi supët e tyre. Podiumet janë të ndryshme në dynja, por dhe në ahiret në të njëjtën kohë. Ndërsa të drejtët i ka privilegjuar Allahu subhanahu wa taala, duke i cilësuar si njerëz të cilët do të qëndrojnë në minbere prej drite, në podiume prej drite, për vlerën e drejtësisë të cilën e jetuan këtë dynja. Pra, kuptuam që drejtësia është ndër gjërat më bazike në jetë, por mbi të gjitha të cilën e ka ushqyer dhe zbatuar Islami. Ka punuar pikërisht për zbatimin e kësaj drejtësie. Dhe tham që drejtësi nuk do të thotë barazi. Mirë pa Allahu në Kur'anin e tij famlar, në ajetin të cilin sapo e përmendëm pak më parë, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, e pason drejtësinë me bamirësi, e ka quajtur ndryshe. Çfarë është bamirësia në rastin konkret? Drejtësia, i nderuar im, është diçka obligative, e kërkuar prej Allahut subhanahu wa taala ligjërisht, pra kjo. Ndërsa bamirësia për cilën po flet Zoti xhelle xhelalu është diçka personale, individuale, që njeriu e bën mbi bazën e ndjenjës së tij. Një shembull konkret, o Allah na i largo fillimisht. Një person bën një aksident, mirë po është konform të gjithë rregullave të qarkullimit. Dikush i preu rrugën, ai nuk ka qenë me shpejtësi, ka qenë duke ecë konform gjithë rregullave, mirë po patëm person të dëmtuar, pra individ të dëmtuar. Normalisht që ligji merret fillimisht dhe fajson drejtuesin e automjetit, sepse kemi të bëjmë me një të dëmtuar, në rastin konkret. Nëse ky person ecën me drejtësinë, ligjërisht është i dëmtuar. Por nëse ky person do të ecë me bamirësinë, do të thojë, pavarësisht se u dëmtua, supozojmë vllai, nëna, babai apo fëmia im, u dëmtua, por duke qenë se ke qenë brenda të gjithë rregullave, unë e fal hakun tim, kur i thon. Pra e fal këtë drejtësinë. Në rastin konkret çfarë bëri ky? Ky bëri bamirësi. Dhe Allahu subhanahu wa taala, pra kur flet që Allahu urdhëron drejtësinë,
dhe bamirësinë. Drejtësia e padiskutueshme, bamirësia diçka personale, të cilën njeriu e ka mbi bazën e ndjenjës tij. Ndaj, le të punojmë për drejtësi në të përditshmen tonë, në familjet tona, në shoqërinë tonë, kudo që ne shkelim, kudo që ne punojmë, kudo që ushtrojmë aktivitetin tonë, e lutim Zotin xhel xhelalu të na bëjë për të drejtëve dhe të na grumbullojë me të drejtat në ditën e gjykimit. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Drejtësi në shoqëri. Gjebele ka qenë një mbret i perëndërisë së Gasanitëve, të cilin e nderoi Allahu subhanahu wa taala me pranimin e Islamit. Mirë, po duke qenë se vinte nga një standard shoqëror në nivel mbreti, që më tepër që e kishte të trashëguar në mënyrë të vazhdueshme, nuk e kuptonte se çfarë do të thonte drejtësia islame, ose nuk e imagjinonte dot. Ndaj duke bërë tavaf Ka'ben, një person i shkel atë pelerinën apo gjybën që e vendosnin mbi supë, nuk po flasim se po bënte umrën, pra po bënte tavaf në Ka'be, tavafin normal, përshëndetës. Dhe ja shkel thot këtë gjybën ose pelerinën dhe i bjen për tokë. Nis ky person dhe rre, e godet, e gjakos, i pamundur për të reaguar ndaj tij, shkon tek Umeri radhiyallahu anhu, të cilit ja shfaq shqetësimin e tij ose hallin e tij, brengën e tij. E thret Umeri radhiyallahu anhu Xhebelen dhe i thot: "A e ke bërë diçka të tillë? Kjo është për gjithë ata të cilët thon hakun tim e marr vetun. Nuk ka në Islam hakun tim e marr vetun. Duhet jetë institucioni ai që do të funksionojë për ty. Se Allahu xhellal xhelalu merr hak për gjithë. Nuk mund të kemi kurrë në Islam dhe në jetën tonë vetgjyqësi. Çfarë kriterësh ke ti për të bërë vetgjyqësi? Kush je? Në cilin nivel je?" Dhe i thotë: "E ke vepruar diçka të tillë?" "Po," i thotë, "Xhebele e kam vepruar." Pra edhe me kokën lart. Edhe kish gabuar edhe qëndronte me kokën lart. Thotë Umeri radhiyallahu anhu: "Po përse?" Thotë: "Sepse më shkeli, domethënë, pelerinën, domethënë, dhe mra për tokë." E po pastaj thotë: "Çfarë ndodhi nëse të ra ty pelerina për tokë?" Thotë: "Si çfarë ndodhi? Unë vi nga statusi mbret, një njeri si puna e këtij, të më nëpërkom në këtë formë." Thotë Umeri radhiyallahu anhu: "Ose do të merresh vesh me këtë që po e nënçmon në këtë formë, ose vallahi kam për t'i thyer hunët siç ja ke thyer ti këtij. Ose do të merresh vesh. A nuk e din, thotë ti, se në Islam nuk ka mbret dhe njeri i thjesht përpara drejtësisë. Ne jemi urdhëruar me zbatuar drejtësinë." Thotë: "Po ta kisha ditë se Islami, domethënë, nuk e mbroka statusin tim që vjen nga një gradë e lartë me Demek, nuk do t'isha bërë musliman. Nuk do t'isha bërë musliman." Dhe ti, thotë Umeri, e din se kush është fundi atyre të cilët, domethënë, duan të jetojnë në shtetin Islam duke mos jetuar si musliman. E drejta jote, mos e prano. Ama mos mendo se fakti, domethënë, që e ke pranuar Islamin ose nuk do ta e kishe pranuar Islamin, do të bënte ndonjë ndryshim. Do të jetoje në të njëjtën formë. Nuk ka në Islam, të nderuarit e mi, se kush jam unë, nga vi unë. Ne të gjithë jemi krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Çrëndsi ka se nga ke ardhur, çfarë fis ke ti? Mendo për ditën kur do të dalësh përpara Allahut. A ditë vallë, sa je përgatitur për to? Për atë ditë
sa ke punuar, sa të mbjella ke. Toka e xhenetit të nderuarit e mi është tokë pjellore. Mirë po fare të mbillen këtu në dynja, shumë fishohen atje, por duhet të mbillen këtu. Dhe gjitha kjo drejtësi vjen ke njeriu. Edukimi i njeriu që ti edukon veten, edukimi i njeriu që ti nuk i jep prioritet asgjë mbi Allahun subhanahu wa taala. Për të përmbyllur një ndodhi me të nderuarin Shurejh el-Qadi, rahimahullah, një personalitet i shuar në Islam, një ndër të rrallët i cili e ka ushtruar postin e kadiut, sepse kadi mund të jesh në familjen tënde, mund të jesh në të përditshmen tënde, por je edhe me post. E ka ushtruar për plot 72 vite me radhë. Një ditë prej ditësh, i biri i tij, i cili kishte një konflikt me një person që nuk ishte musliman madje, i shprehet atit: "Bab, kam një konflikt me filanin dhe qëndron 1, 2, 3, 4. Nëse ai ka të drejtë, unë i jap hakun që i takon dhe nuk të fliq ty në gjykat, sepse ishte i jati i cili do të gjykonte. Ndërsa nëse ai nuk ka të drejtë, vazhdo çështjen, i thot i jati." Dhe habitet, thot i biri, se kur qëndron të nesërmen përballë të atit që ishte gjykatës, i dëgjon të dy palët të akuzuar në bandën e të akuzuarve, pasi i dëgjon të dy dhe faktet e tyre, gjykon në favor të personit cili ishte kundërshtari i të birit dhe detyron të birin, domethënë, të paguajë dëmin që kishte shkaktuar. Pasi e bën diçka të tillë, i thot i biri, thot: "Bab, përse e le çështën shkoi deri në këtë pikë?" Sepse unë thash që nuk ja ha hakun, nuk do të ishte nevoja, domethënë, që të dilja në gjykat. Thot: "Kam kaq vite që gjykoj në mesin e njerëzve, kur nuk e kam ngritur shikimin të shoh se kush qëndron para meje. Sepse kam pasur një synim të vetëm dhe vetëm atë, të vendos në vend drejtësinë të cilën ka gjykuar Allahu subhanahu wa taala. Anë ditën kur u sprovova me fëmin tim, më kërkon të dobësohem dhe të veproj ndryshe asaj që kam qëndruar i fortë gjatë gjithë jetës, vallahi, thot jo. E lu Zotin, thot, në forcoj. Ne nderuarit e mi, në jetë do të sprovohemi me sprova të ndryshme, për ji dhe zgjidh vazhdimisht drejtësinë e Allahut subhanahu wa taala, do të jesh faqebardh. Walau ala anfusihim, thot Allahu, qoftë ndaj vetëve të tyre, tek vetët hyn dhe familja, hyn interesat tona. Të lutem ty, i madhnueshmi Allah, na falë, na mëshiro. Na bëjë Zot me moral të lartë të Hazretit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundso Zot të vëmë atë në shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundso Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutem ty, i madhnueshmi Allah, të na mundsosh të prihemi nga njerëz të cilët të kanë frikë ty, na mëshirojnë dhe neve. Të lutem ty, i madhnueshmi Allah, për stabilitet në vendin tonë, për qetësi. Të lutem ty, i madhnueshmi Allah, të na i largosh sprova, të gjithë të prekurit nga përmbytjet, Zot ndihmoj. Të gjithë ata të cilët janë të pastrejnë këto çaste në vendin tonë dhe kudo, Zot strehoj. Zoti i madhnueshëm, na mundso të reflektojmë dhe të jemi ndihmë të robërve tu. Të lutem ty, i madhnueshmi Allah, për çdo të sëmurë, Allah shëroj, për çdo të brengosur, të munduar nga brengat dhe hallet e jetës, Zot ndihmoje. Të lutem ty, i madhnueshmi Allah, për çdo të munduar nga borxhet, Zot ndihmoje në shlyerjen e borxheve të tij. Na furnizo Zot prej hallallit dhe bëj atë të dashur për zemrat tona. Na largo, i madhnueshmi Allah, prej haramit, aq sa e ke larguar lindje nga perëndimi, dhe bëj atë të urryer për zemrat tona. Të lutem ty, i madhnueshmi Allah, që fjalën tonë të fundit për kësaj bote ta bësh fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Të na të bosh ne, familjarët tanë dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tonë, bashkë me mbar muslimanët, në drejtimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فوق